Kjo video shkon për të gjithë ata bashkëdhetarët tanë, emigrantët shqiptar pra që jetojnë në Britaninë e Madhe dhe sidomos në Angli, për të cilët ministrja e brendshme britanike, e cila pas ka emrin Shabana Mahmood, na që nga ka shprehur se është gati dëbimi i 700 familjeve shqiptare me fëmijë nga Anglia. Tani, më vjen shumë keq për këtë lloj deklarate, për këtë lloj aksioni që për mendimin tim është tepër racist, shumë aksion racist dhe urryes ndaj shqiptarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe apo në Angli. Aq më tepër më vjen keq se vetë Shabana kam përshtypjen që është një zonjë e cila rrjedh nga një familje që e kanë emigracionin, e kanë vuajtur kurriz, sepse Shabana angleze nuk ka. Kjo është e rame në Angli, duket nga emri dhe nga mbiemri, pra nuk është Dembabaden, pra do të thotë që familja e saj, paktën në mos ajo, familja e saj e ka provuar emigracionin dhe besoj që e ka provuar çfarë do të thotë të mikpritesh ose të dëbohesh. Që do të thotë është dëbimi, është është një situatë skandaloze për çdo njeri që ka punuar, ka ndërtuar jetën, familjen, shkollën etj në një vend tjetër. Dhe unë shpresoj shumë që shqiptarët që ndodhen në Angli, emigrantët shqiptarë që ndodhen në Angli, të mblidhen së bashku, të shkojnë të protestojnë kësaj zonjës edhe te shtëpia, pse jo, që tërhiqet urgjent nga ky lloj aksioni, sepse është një aksion shumë i shëmtuar, është aksion racist për mendimin tim, që po i bëhet shqiptarëve, 700 familjeve shqiptare, imagjino edhe me fëmijë. Dhe gjithashtu shpresoj në një reagim të shtetit shqiptar dhe sidomos të ambasadës shqiptare në Angli, sepse kjo është një deklaratë e tmerrshme, sepse nuk mundesh ti të çohesh një ditë bukur dhe ti dëbosh, shiko çfarë fjali e kanë përdorur për ti dëbuar nga Anglia ata që kanë vite që punojnë aty. Sigurisht pyll padera nuk ka, por ka njerëz që kanë punuar aty, kanë ndërtuar familjet, kanë bërë shkollat, kanë bërë bizneset, kanë paguar taksat atij vendi dhe kanë vite që jetojnë atje. Pra nuk mundesh ti një ditë, mojti zonja Shabana që e thash edhe një herë, duhet jesh e ramë në Londër se nuk je nga Londra, të çohesh dhe ti të bosh nga vendi tyre tashmë. Ciao.